katër porosi të cilat i përmblodhi profeti alayhis salatu wasallam dhe do të ndalem shumë pak ke gjithë secila prej tyre. E para fare shpërndani selamin, përhapni selamin. Çfarë do të thotë kur ti thosh tjetrit selamu aleikum, paqja e Allahut qoftë me ty? Do të thotë që ti vlla edhe ti motër je i qetë prej meje, je i sigurt prej meje, nuk të vjen as domi as e keqja. A ka mundësi që ta përhapim të mirën, a ka mundësi ta rezatojmë të mirën tek tjerët? Si ka mundësi ti thosh tjetrit selamu aleikum dhe t'ja kesh me hile, t'ja kesh me të fut me Zotin na ruaj? Si ka mundësi ti thosh tjetrit selamu aleikum, ndërkohë do me mashtru? Ti thosh tjetrit selamu aleikum e ke hongër në peshë, e ke vjedh në biznes. Ti thosh tjetrit selamu aleikum dhe e urren shpirtet e në zemër. Kur ti thosh tjetrit selamu aleikum, siç thot Muhammed Mustafa alayhis salam, shpërndaje selamin. Shpërndaje ashtu siç i ka hije, siç e ka me hak me u shpërnda selamin. Jepi siguri tjerëve, mundohu të jesh njëri i qetë dhe të japësh qetësi. Jo me bë zullum, jo me bë trazira, jo me bë përçarje, jo me çut keqen ke tjerët. Vallahi. Shpërndani selamin, pra shpërndani paqen. Jeni të paqshëm, mirë, në të gjithë punët e juaja mos i hyni në hak kujt, mos i kujtoni të tjerëve të keqen, por i kujtoni të mirën, nëse juve ju shohin, nëse juve kanë të bëjnë me ju, të ndjehen mirë shpirtërisht.